Mjeku zbulon sekretin, ja çfarë e shkakton plakjen para kohe tek shqiptarët. Procesi i plakjes është i pashmangshëm, por a e njohin njerëzit që duhet me të madhe të bëjnë disa ndryshime me kalimin e viteve. Kjo është diçka që padyshim është jo nën kontrollin tuaj. Fatkeqësisht plakja e parakohshme është diçka që përjetojnë shumica e shqiptarëve. Duket se shumë nga zakonet e përditshme, disa që ndoshta as nuk i pranoni se i bëni, ju tregojnë më të vjetër për vitet që keni. Gjumi i pakët dhe i keq ju plak para kohe. Gjumi nuk mban vetëm mendjen tuaj të shëndosh, por ai ju bën që të dukeni më të rinj për më shumë kohë. Gjumi rikuperon dëmet që merr organizmi dhe duhet të flini të paktën 8 orë në mbrëmje. Mungesa e frutave dhe perimeve në menun tuaj ushqimore mund të ndikojë në plakjen e lëkurës, pasi nuk merrni të gjitha vitaminat dhe mineralet e duhura. Sheqeri dhe brumrat e tepërt ju bëjnë të dukeni më të vjetër. Duanpirja ju bën që të keni më shumë rrulla. Teprimi me alkoolin gjithashtu është një faktor tjetër që shumica e shqiptarëve kanë si problem, edhe rrullat e tepërta.